Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitics. Në mbrëmjen e sotme në fakt do të flasim për një temë që padyshim është e gërshetuar mes çështjeve të drejtësisë dhe fushatës zgjedhore. Së pari do ta nisim me atë çfarë pritet të ndodhë nesër me gjyqtaren Davide, e cila duket se është afër vendimarrjes në raport me fatin juridik të Sali Berishës për çështjen Partizani. Dhe tre janë opsionet që gjyqtarja me sa duket nesër në orën 13 në rast se nuk do të ketë më zvarritje ose shtyrje ose tentativa të avokatëve të Berishës për të shtyrë procesin, ajo duhet marrë një vendim ose të çojë çështjen e Sali Berishës për gjykim ose të kërkojë nga prokuroria hetim shtesë ose ta pushojë atë çështje që padyshim do të nënkuptonte një fitore juridike për ish kryeministrin edhe në kuadër edhe në vazhdën e fushatës. Gjithsesi nuk do të mbetemi te kjo temë, do të flasim tek drejtësia se si palët po e përdorin kartën e drejtësisë për fushatën zgjedhore. Rama duke thënë se vetëm ai dhe Partia Socialiste mund të jenë garancia e reformës zgjedhore, reformës në drejtësi. Nga ana tjetër Berisha deklaron që do ta zhbëj dhe do ta reformoj me Komisionin e Venecës. Ndërkohë në grup të gjitha partitë e reja, dhe besoj këtu do kemi mundësi të diskutojmë, janë shprehur pro të plot një mbështetje për spakullën dhe për reformën në drejtësi. Të gjitha këto opinione, qëndrime që ndërthuren në fushat, përdoren madje nga liderët në fushat, do të kemi mundësi t'i trajtojmë. Në pjesën e tretë, pastaj do të flasim për sfidat e partive të reja dhe kryesisht meqense unë kam të ftuar dy përfaqësues të partive të reja në raport me binomin politik të 30 viteve tashmë PSD, cili mund të jetë rezultati i këtyre partive të reja dhe për kë mund përbëni më shumë problem këto partitë e reja, për votat e PS-s apo për votat e PD-s, ose më mirë për atë që kanë qenë votat tradicionale të PS-s dhe PD-s, dhe objektivi i këtyre forcave të reja në parlamentin e ri, nëse ato do të përfaqësohen. Pa humbur kohë, nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Arben Meçaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Meçaj. Mirëmbrëma. Gjithashtu kam të ftuar avokatin Përparim Çaça. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Çaça. Me mua është zoti Endri Hasa, përfaqësues i koalicionit Euroatlantik, kandidat i kësaj partie në qarkun e Korçës, drejtues madje edhe këtij koalicioni. Edhe kryetar. Kryetar në Elbasanit. Ndjes në Elbasan. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Hasa. Mirë se gjeta. Kënaqësi që të kam në studio. Ndërkohë, me mua në studio është dhe zoti Ekrem Spahia, përfaqësues dhe kandidat i koalicionit Djathtas për Zhvillim në qarkun e Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Spahia. Mirëmbrëma dhe falënderit për ftesën. Kënaqësi që ju kam në studio. Ndërkohë, siç thash, fillimisht do të merrem me çështjen Partizani, ndjekim një kronik çfarë ka ndodhur sot, çfarë qëndrimesh mbajtën avokatët e Berishës dhe në një farë mënyrë tentativa që ata mund të bëjnë nesër për ta shtyrë sërish procesin, dhe këtu me avokatët dhe kryesisht me zotin Çaça mund ta elaborojmë sa janë hapësirat e avokatëve të Berishës për ta shtyrë nesër procesin, apo nesër do kemi një vendimarrje. Por fillimisht kronika. Në ditën kur mbushen 6 muaj fiks nga mbajtja e parë e seancës paraprake për aferën Partizani me të pandehur, Sali Berisha, Jamar Maltezi dhe 3 të tjerë, më në fund pritet të marrin vendimin për kalimin apo jo të dosjes për gjykim. Të njëjtën e 24 prillit, gjyqtarja Florera Davidi ka njoftuar se në orën 13 do të dalë me një vendimarrje, por avokati i Berishës nuk e përjashtoi mundësinë për të tjera tentativa për zvarritje. Ne kërkuam një kohë të shpejtë, siç u caktua, që të konsultohemi për këtë vendimarrje të kundralishme të gjykatës, të konsultojmë me ata që përfaqësojmë, sepse sigurisht është vullneti i tyre ai që determinon nëse ne do të shikojmë element për një kërkim procedurial. Megjithatë, edhe kërkesat e fundit për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të provave të bërë nga avokatët e të pandehurve u rrëzuan në seancën e kësaj të mërkure, ndërsa proceduralisht tashmë nuk mbeten më hapësira përveç vendimit përfundimtar. Gjyqtarja Florera Davidi është para 3 zgjedhjeve për kalim në gjykim të dosjes, kthim të saj për plotësim aktesh ose pushimin e çështjes. Seanca 24 prillit do të shënojë plot 6 muaj që nga mbajtja e seancës së parë paraprake 24 tetorin e vitit të kaluar. Për shtyrje të vazhdueshme janë bërë makinacione të ndryshme me mungesë avokatësh apo dhe lexime të qindra faqeve në seanca. Dërgimi në gjyq i dosjes do të ishte përballja e parë reale e Berishës dhe Maltezit me drejtsinë shqiptare. Berisha ndodhet në masën detyrim paraqitje, ndërsa dhëndri i tij Maltezi po hetohet në arrest shtëpie i pandehur për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Nga privatizimi i klubit sportiv, ku përfitues ishte dhëndri i Berishës, ndërtuan të paktën 19 kulla pallatesh. Me Berishën e Maltezit të pandehur janë dhe bashkëpunëtorët e tyre, biznesmeni Fatmir Bektashi, i pandehur për korrupsion aktiv dhe pastrim parash,
Akuzën e pastrimit të parave është komunikuar dhe ortakut të maltezit Gjimi Begeja, trashëgimtari i tokës dhe bashkëpronari On Plan, si dhe andja pustinës financieres që kryen të gjitha operacionet financiare dhe ligjore të On Plan. Avokat, ta nisim me ju për një analizë të ftohtë juridike, cilat janë shanset që nesër gjyqtarja të marrë një vendim? Shanset janë të mëdha, në mënyrë absolute, nëse gjyqtari është tërhequr për vendim, besoj që nesër do duhet marrë një vendim në lidhje me fatin nëse do shkoj apo jo për Jo, gjykim. njoftimin kemi vetëm që nesër ka seancë. Ndërkohë, duke dëgjuar ato që thot avokati, çfarë interpretimi mund bëni? Informacion më të detajuar, nëse gjyqtari është tërhequr për vendim dhe do ta shpall nesër është një problem. Nëse realisht nesër edhe në aspektin procedurial mund kemi kërkesa paraprake, nuk e di, apo kërkesa të tjera të palëve, kjo është një histori tjetër. Po çfarë kërkesash mund të bëjnë palët? Kjo është. Nuk e di, mund të ketë kërkesa të tjera procedurale, nuk e di e ka mbyllur apo jo shqyrtimin në kuptimin që është vetëm vendimarrja apo jo. Ajo që do duhet shpjegojmë 2 minuta, nuk do marr shumë kohë, është fakti që e thatë edhe ju që fatikisht 3 janë, po themi, mundësitë se çfarë mund marr vendimarrja, okay. Vendimarrja e gjykatës, por gjyqtari i seancës paraprake pothuajse me vendimarrjen ose praktikën gjyqësore të gjykatës lartë tashmë është bërë pothuajse e pamundur pushimi i çështës në seancë paraprake. Okej. Sepse gjyqtari i seancës paraprake nuk i hyn absolutisht shumërisë së provave, por vetëm thjesht shikon nëse hetimet janë të plota apo jo, dhe në rasti konkret nëse akuza është ngritur drejt në kuptimin nga pikpamje formale, jo që po themi ka të drejtë prokurori në atë çfarë ka ngritur. Pushohet vetëm në ato raste kur në mënyrë flagrante mungojnë elementet të përgjegjësisë penale, ose ajo që quhet in prima facie, pra duket që realisht nuk ka, po themi, në mënyrë të dukshme që personi mund të ketë, po themi, elemente të përgjegjësisë penale. Po këto janë raste pothuajse nëse edhe për ta kuptuar, po themi te shikuesi, po themi në një farë kuptimi kur realisht prokuroria ja ka futur kot. Po themi në kuptimin. Pra, nëse marrim 1%, sa përqind jepni ju që çështja të shkojë për gjykim? Se këtu pastaj me 2 politikanë do ta gjykojmë dhe do bëjmë analizë çfarë ndodh me ajo që mund të ndodhë nesër, mund të jetë vetëm fakti që ose kthehet për hetime të tjera, nëse hetimet nuk janë të plota, ose çështja shkon për gjykim. Por kjo nuk do të thotë që mund të kemi fajsi. Më pas do të jetë gjyqtari i themelit, sidomos. Jo, nuk po hym te fajësia, po thjesht te faza e parë. Kur kalon çështja për gjykim dhe realisht do duhet domosdoshmërisht të shkojmë në një fajësi. Jo, në mënyrë absolute jo. Pra, unë nuk e shikoj fare pushimin, është pothuajse e pamundur, se nuk mundet dot gjyqtari i seancës paraprake të hyjë. Por ka një opsion që edhe mund ta çojë për fakte të reja, po thoni. Absolutisht mund ta kthej çështjen, sepse kjo sa kohë do i duhet pastaj prokurorisë? I lë kohë, nuk e di, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, ja përcakton dhe kohën dhe në arsyetimin që i bën vendimit fatikisht edhe kush janë drejtimet që do duhet të hetoj prokuroria. Avokat, fakti që janë mbushur fiks 6 muaj nga seanca e parë e procesit të seancës paraprake që quhet apo gjyqit paraprak, 6 muaj sot. Është normale? Absolutisht, sidomos në një gjyq i tillë ose më themi një proces i tillë, i cili është kompleks në gjithë aspektet, do duhet shikohen përdëshmëria ose papërdëshmëria e provave, do duhet shikohet pavdëshmëria e tyre që besoj që sot janë. Sot gjyqtari ka rrëzuar, pra. Të gjitha provat janë të përdorshme, ka thënë. Tashmë nesër në raste konkrete pra, pikërisht ato opsione. Ma interpreto pak vendimin e gjyqtares sot. Që do të thotë që çdo gjë që është në dosje është e përdorshme. Që do të thotë që ato prova që janë aty janë të përdorshme. Pastaj është gjyqtari i themelit. Ai që vendos nëse janë. Nëse aty bazohet akuza apo jo, dhe aty tek ato prova mund të jetë fajësia apo pafajësia e personit i cili është i pandehuar. Okej. Pra, këto janë 2 elemente që ju thoni. E para që ka shumë pak gjas ose pothuajse fare zero shanse që të pushohet çështja. Ka përcaktuar gjykata e lartë, por në kuptimin e praktikës që gjyqtari i seancës paraprake nuk mund të hyjë shumërisë së provave, por vetëm thjesht nëse mund ta pushojë çështjen, nëse in prima facie mungojnë pra në mënyrë të dukshme elementet të përgjegjësisë penale. E kuptova. Pra i ka lënë le të themi një hapësirë shumë të ngushtë veprimi. Është pothuajse pamundur që të anë procedurë. Okej, mirë. Meqaj, besoj te ky moment ka diçka për shtuar, se besoj do kemi mundësi ta analizojmë se çfarë do të thotë për Berishën nëse shkon çështja për gjykim. Nuk ka gjë për shtuar, por vetëm në aspekt juridik, të paktën informacionet e sotme nuk flasim për shtyrje seance, por flasim për vendim. Okej. Pra, përfundimisht gjyqtarja sot
ishte i mbylli atë procedimin ose procedurën e gjykimit paraprak dhe është tërhequr për vendim. Okej. Dhe po të gjojë me vëmendje dhe avokatin, disa element të cilët parashikojnë edhe zhvillimin e ngjarjes. Elementi i parë është që sipas avokatit të gjitha pretendimet dhe kërkesat për prova u rrëzuan, të gjitha pretendimet e palës u rrëzuan, çka do thotë ashtu siç thotë avokati, gjyqtari i kësaj seance, pra i paraprakjes, Ka mbaru punë. ka mbaru punë sepse ka të drejtën njerë të pushoj, Po. por kur jo vetëm provat, por edhe procedurat dhe janë shumë elemente tjerë që sipas ligjit duhet të jenë absolutisht e zauruara për ta pushuar. Ndërkohë, ajo që mua më bëri përshtypje sot, sepse kolegji i përgjithshëm i gjykatës së lartë ka nxjerrë disa udhëzime që i ka praktika për sa i përket pikërisht sa që diskutohet tani, nëse gjyqtari paraprak futet në analizën e provave dhe ai e pret në mënyrë absolute nuk futet, sepse do të jetë gjyqtari i themelit që merret me këtë punë. Në këto kushte, nuk e di pse mu duke një çik të çuditshme pretendimet e avokatit sot, i cili tha na i rrëzoi gjitha provat dhe nuk na i pranoi etj, sepse nuk i futet. Kërkesat. Ai nuk i futet. Kërkesat rrëzoi. Po kërkesë për heqje provash, po. Po se nuk i futet në analizën. Po pavlefshmërinë. Gjithsesi, ajo që i ve vullën kësaj, të paktën të gjithë informacionet dhe gjithë mediat i dolën sot. Nesër do ketë vendimarrje mendoni. Ajo është rreshur për vendim. Okej. Dhe ndoshta tani unë nuk e di se avokatët, është çështje shumë procedurale kjo. Është shumë procedurale, bile po ta shikojmë me mendje se avokatin fliste për procedurë, nuk fliste më tashmë për analizë procedurë. Që mund të çonte diçka nesër që do ta detyronte gjyqtarin të shtynte një tjetër seancë. Për procedurë, pra, por ato janë konsumuar sepse po utroj gjykata për vendim. Çdo gjë është e mbyllur, nuk ka më debate, se ka marrë vendim. Riqemi dhe ka dhënë fiksorën. Në filan orë jepet vendimi dhe nuk thot çështja shtrihet për nesër. Çka do thot përfundimisht në gjykimin tim, duke parë zhvillimet e sotme dhe duke lexuar edhe aspektet procedurale të këtij lloji gjykimi, nesër vendoset kalimi i çështjes në gjykim. Okej, do ta diskutojmë pastaj. I qëndrojmë te asaja që kalimi i çështjes gjykim nuk do thotë fajsi. Ta kuptojmë. Por ama politikisht në mes fushatës mund të ketë një gjyrim që ndoshta dy politikanëve që janë pjesë e dy partive të djathta, por që janë në opozitë me Partinë Demokratike, mund t'i leverdisë apo jo zoti Spahiu? Ne nuk jemi në opozitë me Partinë Demokratike. Edhe me PD-n jeni? Fakt, ne jemi në opozitë me qeveritë socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama. Okej. Ndërsa me Partinë Demokratike jemi konkurrent në kuadrin e partive opozitare për zgjedhjet e 11. Thjesht nuk jeni në një koalicion. Kaq. Kjo që, sepse nuk është e thënë që do dalë një subjekt politik në zgjedhje nga majoranca apo nga opozita. Jo, kur e thash këtë kisha fjalën që një le themi proces ose një vajtje e Berishës në gjyq në një farë mënyrë mund ta stepte votuesin e PD-s dhe mund shkonte tek ju ose tek partitë e tjera të djathta. Në këtë sens e kisha. Ne nuk pretendojmë që votat të koalicioni djathtas për zhvillim do të kalojnë si rezultat se një kryetari një partie opozitare aq më tepër partisë kryesore po penalizohet. Por duhet ta fillojmë pak që kjo është edhe akuzë deri diku e nisur nga Partia Socialiste, nëpërmjet kryetarit grupit parlamentar që ka qenë në atë kohë. Zoti Balla, po. Taulon Balla. Pra, zanafila e ngritjes së padisë për zotin Berisha është e Partisë Socialiste dhe kjo kuptohet që ka një farë ngjyrimi politik, aq më tepër që jemi në prag të zgjedhjeve ashtu. Dhe unë bas një viti arrest shtëpie, ndryshoj masa e sigurisë. Shtohet pyetja çfarë ndryshoj? Si ndryshoj nga masa arrest shtëpie me detyrim paraqish. E njëjta gjyqtari ishte. Prandaj u ndryshoj. Në kuptimin juridik, çfarë ndryshoj? Nuk e di, këtu është avokati, nëse mund të kemi diçka që. E para, e dyta, unë jam i bindur që ish kryeministri Berisha sigurisht që do dali i pafajshëm, sepse më ka ra vetë natyra që ta njoh deri diku si fillim të këtij gjithsaj akuze. Megjithatë ju keni një lidhje rastësore, unë e kisha harruar në fakt, po ju keni qenë zëvendësministër i sportit në atë kohë, kur është diskutuar në mbledhje qeverie dhe
madje ju, habia juaj me procesin ka qenë që s'kishte mundur që pas 8 muajsh vjen prapë për ndryshim ligji për sportin. Ky ishte një dyshim shumë i arsyeshëm, që nuk e di nëse e kishit kuptuar që bëj fjalë për këtë dhe sot jeni i bindur që ligji i sportit ishte në funksion të asaj që ndodhi më pas? Po më risjell, ajo mund të ketë tamam 20 vjet. Jo. Kur keni qenë... Prit, në fund të legjislaturës së vitit 2001-2005, kam qenë në Kuvendin e Shqipërisë deputet. Dhe siç ndodh rëndomt, në seancën e fundit të çdo legjislature, kalojnë ligje me shumicë. Me shumicë. Dhe një nga këto ligjet ka qenë edhe ligji i sportit. Në atë kohë ne ishim në opozitë. Dhe kemi kundërshtuar ligjin e sportit, sepse ai u bë me nxitim. Pra diku nga rreth 2005-s, pranverës 2005-s. Prill 2000, ndoshta seancën e fundit. Dhe kemi kundërshtuar si opozitë që mos kalojë ky ligj se kishte disa mangësi, sidomos në raport me pronën. Me ardhjen e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në pushtet, unë në atë periudhë kam qenë zëvendës ministri i turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve, që mbuloja dhe federatat sportive. Dhe ku ka kaluar në Këshillin e Ministrëve, më qëlloj që të ishëm unë në mbledhjen e qeverisë. Dhe aty, në momentin që është diskutuar për çështjen e ligjit për privatizimin e klubit Partizani, nuk mund të them shumë si kundërshtim, po më shumë si sugjerim. Dhe sugjerimi im ka qenë në 3 drejtime. E para në aspektin ligjor. Dhe shprehimisht me sa më mend se i thonë shumë vite, 2008 i thonë 16 vjet, 17 vjet tani. Pikërisht 17 vjet. Në aspektin ligjor, sepse ligji i sportit ishte miratuar në prill të vitit 2005. Në shtator-tetor të vitit 2005 ishin bërë ca amendime. Dhe këto amendime ishin që pronarët, ato presidentat e klubeve sportive, që kishe fillu privatizimi, merrshin presidentat, dhe ato ishe sipas ligjit që në rast se do të kalojnë me koncesione, apo mund të parablehen objekte që janë në terrenet sportive, mund të jenë pjesë edhe ato. Pra edhe presidentet. Realisht presidentet nuk e kishin menje ke zhvillimi i sportit. Pa e kishin ka aseta që kishin stadiumi Dinamo, stadiumi Qemal Stafat, fushat sportive. Dhe pra në aspektin ligjor e kam ngrit këte. Që jenë 2 ligje që jenë miratuar, do më thanë pa kaluar shumë pak kohë. Pra duhet që të jemi të sakt edhe në interpretimin e ligjit e para. Në aspektin e politikave të mazhorancës kohës për sportin, kam thënë këte, që unë nuk do t'ishta për privatizimin e objekteve dhe terreneve sportive, sepse ishi shumë pak. Në parim. Në parim, pra politikat e qeverisë. Dhe kjo ishte në parim të politikës së mazhorancës për sa i përket terreneve sportive dhe zhvillimit sportit përgjithësi. Dhe e treta kam qenë sugjerim. Nëse do të kalohen, duhen domosdoshmërisht amendimet, sepse do të ketë interpretimet e ligjit nesër kudo që shkojë. Dhe absolutisht, kryeministri Berisha i kohës ka thënë, anallojmë këte, ministritë e linjës të praptari marrin këtë çështje, edhe kaloj edhe gjithçka procedura është kry. Tani nuk do i ndalemi shumë sepse besoj është një çështje që e ka Spaku dhe gjykata dhe atë. Vetëm në parim doja, meqense në ato mbledhje që keni, sepse mua më bën përshtypje logjikisht, si gazetar pa hyrë detajeve, se si një kryeministër të jetë kaq i interesuar për ligjin e sportit. Kështu ishte Berisha për të gjitha ligjet i interesuar edhe për ligjet të dorës dytë, se mendohet që ligji i sportit nuk është ligj, le të themi madhor. Është një ligj i dorës dytë apo jo, avokat, nuk e di se si e percepton. Pra, ky sistemi i Berishës ishte për të gjitha ligjet apo vetëm këtu? Dakor, patjetër. Paragjykimi im. Platformës programit elektoral të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, ka qenë çështja e pronave një nga problemet kryesore. Pra, ligji i sportit po vinte në funksion të pronave, po thua? Jo, fal, në përgjithësi çështja e pronave. Dhe në kuadër të zgjidhjes së pronave ishte atje ku ka mundësi që t'i kthehet pronarit, t'i kthehet pronarit. Pra atje ku ka mundësi. Dhe në kuadrin e kësaj, pra të rregullimit të pronës, sipas ligjit,
edhe kjo ka qenë në këtë këndvështrim. Zoti Hasa, ndryshe ju jeni në opozit me të dy partit, ndryshe nga zoti Spajes që tha ne jemi në opozit vetëm me qeverinë. Unë se kuptoj pse bëni këtë tendencë në opozit bezor me PD-n. Pa jo në opozit vetë. Jo, Basha ka thënë është në opozit me të dy apo jo? Po ju po thoni si Berisha opozit opozitës? Jo, një sekond të lutem. Zoti Hasa, atëherë sqaroj pozicionin. Jeni në opozit vetëm me PS-n apo edhe me PD-n? Kjo është çështja. Ose në oponencë, le të themi, në fushat. Atëherë fushat, çdo parti kur hyn për të fituar zemrën e elektoratit, hyn për të ofruar programin e saj, hyn patjetër për të fituar zgjedhjet. Dhe patjetër në zgjedhjet që hyen për të fituar, përbën më të mirën, që secili që nuk është brenda koalicionit tënd dhe partisë tate, është nuk do ta quaja në opozit me të gjitha partitë, po është një konkurrent në garë dhe patjetër çdo konkurrent në garë ti do të bësh më të mirën. Kështu që patjetër çdo parti që garon, ne kërkojmë votën për koalicionin Atlantik numrin 4. Dhe për sa i përket opozitës me qeverisjen, opozita me qeverisjen ka qenë që në ditën e parë, e bëjnë çdo ditë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë fushat, flasim për gjithë korrupsionin që ka bërë Edi Rama në 12 vjet. Por nga ana tjetër, për sa i përket, me që po flasim për drejtësinë, qëndrimi ka qenë gjithmonë i qartë, kur drejtësia flet, politika duhet hesht. Jo, le ta bëj pyetjen. Mbështetja jonë për SPAK-un dhe GKK-on është e shprehur qartë, është pa ekivok, është sot dhe do të jetë gjithmonë, ne jemi plotësisht mbështetje të drejtësisë re dhe jemi plotësisht në mbështetje të SPAK dhe GKK. Dhe dua ta ripërsërisë një herë, kur flet drejtësia, politika thjesht duhet të hesht. Megjithatë, nesër në rast se kemi një vendimarrje që çështja shkon në gjyq, do ishte një kartë plus për ju për fushatën që demokrat, meqense ju demokratëve kryesisht i drejtoheni, shikoni që partia, unë ndjek Bashën për ditë si 3 nga liderët më të rëndësishëm të kësaj fushate, 3-4 liderët më të rëndësishëm, le të themi. Dhe ai këtë thot, këtu është Rama, këtu është Berisha, këtu është, nuk e di, tjetri. Pra nesër, në rast se Berisha shkon në gjyq, në gjykat, për ju është një kartë për të thënë votuesit që shikoni, mos votoni PD-n se ai e ka fatin në gjykat, por votoni Euroatlantikën për shembull. Pra, do ta shfrytëzoni këtë moment apo jo? Kjo ishte pyetja. Ja bërë dhe zotit Spahia. Ne bazojmë fushatën mbi një program real për zgjidhje për shqiptarët. E basojmë, si? Jo ke halli tjetrit. Okej, unë nuk po futem te deri diku. Por çështja është e tillë. Ne duam të japim zgjidhje problemet të shqiptarëve. Një gjë është e thjeshtë dhe kemi thënë gjithëve. Lufta kundër korrupsionit është primare. Kushdo që abuzon me pushtetin duhet t'i drejtohet dhe t'i përgjigjet për çfarë ka bërë drejtësisë. Kështu që në këtë rast i qëndroj asaj që politika duhet hesh kur flitet për drejtësi. Nga ana tjetër, ajo që është fushat dhe është sot, është nesër dhe do të jetë për herë, është fakt se si sot Partia Demokratike i kërkon demokratëve të votojnë për të nxjerrë Ilir Metën nga 313-a. Ke 313-a ku kanë ikur shokët e Edi Ramës, ke 313-a ku vazhdojnë të ikin shokët e Edi Ramës, sot Partia Demokratike kërkon vot për të nxjerrë Ilir Metën nga 313-a. Kjo është diferenca që bëjnë demokratët, dhe bëjnë thjesht, e bëjnë qartë, e bëjnë sot dhe e bëjnë nesër. Nuk ndryshojnë statuset juridike brenda ditës, gjithë secili duhet i përgjigjet para drejtësisë për çka bërë, dhe gjithë secili përgjigjet për ato që ka bërë vetë. Ajo që është pa ekivok, është mbështetja e plotë e koalicionit Euroatlantik për SPAK dhe GKK në çdo vendimarrje tyre, dhe ne nuk i kemi diskutuar kurrë vendimarrjet e gjykatave. Okej. Megjithatë, avokat, do të ndryshonte diçka në fushatën sepse drejtësia, unë kam në pjesën e dytë. Drejtësia është një kartë e rëndësishme që e përdor Rama, Berisha, Basha, Ali Beaj, po edhe liderët e rinj, pra nuk ka njëri që se përdor drejtësinë. Nëse nesër Berisha shkon në gjykat, do ishte një argument plus për gjitha lider? Berisha është në gjykat. Jo, s'është në gjykat, është. Qartë, pra është në gjykat. Nëse do kishim një vendimarrje pushimi që probabiliteti gjithsesi ekziston, nëse e bëjmë se unë po them që është e pamundur, siç e shikoj unë, paktën po themi duke u thelluar nga pikpamja juridike, por
probabiliteti që gjyqtari i seancës paraprake ta bëjë gjë të tillë absolutisht që mund ta bëjë, sepse e ka të përcaktuar në kodin e procedurës penale. Pjesa tjetër që është e rëndësishme është e kundërta, pra do të ishte për mendimin tim nuk e di, një shej e rëndësishme, po themi, një sinjal i rëndësishëm, pra nëse do pushohet çështja. Kurse për faktin që mund të shkojë çështja në gjykim, nuk ndryshon ndonjë gjë të madhe. Do ketë absolutisht. Në fushatën e Berishës. Për mendimin tim, jo, absolutisht. Sepse Berisha qasjen e ka pasur gjithmonë qysh në krye të herës, që ky është një proces i montuar politikisht. Pra vazhdon, po themi, po ajo qasje dhe nuk besoj që ka ndryshuar gjë në lidhje me këtë fakt. Meçaj, ndryshon diçka? Tani ambjenti politik është familiarizuar me ngjarjet. Po. Çka do të thotë çfarë do lloj zhvillimi i vrrullshëm që mund të ndodhë, nuk ka të prodhuar ndonjë situatë të një transformimi politik. Ajo që sot është në debat është një interpretim që bëtu në këtë moment. Jini në opozit me Berishën apo jo? Dhe natyrisht, koncepti jo në propozitën në kupton kundër qeverisë normale, por jo kundër njëri tjetrit. Në fakt, janë kundër njëri tjetrit. Se përsa kohë që jemi në një proces numerik tani, dhe ti thua më jep numrat mua, do thotë ato numrat do t'ja marrësh atij. Po. Je në oponent. Do mos e djatha ka më shumë ndarje. Dhe çështja kryesore, nëse do të dëgjosh gjithë deklarimet e Berishës që kanë qenë absolutisht të qarta, mos votoni për partitë e reja thotë. Jo mos votoni për partinë e vogla, por këta janë në kapatarica të Ramës. Është prerur qartësisht ai. E ka të drejtë, unë them jo. E ka për këto dy partitë që kemi sot këtu. Për të gjitha, jo, por kryesisht për këto dy. Çfarë nuk janë PD? Janë opozicion. Çfarë nuk janë PD? I quan patarica të Ramës. Po. Sepse e vërteta është që këta i marrin vot Saliut. Po. Por a duhet të jenë këta? Dhe unë them po, jo vetëm duhet të jenë, por këta duhet të jenë shumë të fuqishëm. Sepse opozita ka një problem shumë serioz që krau i Berishës po e shkatron dhe po e zhyt. Atëherë këtu mund dalë. Të lutem, te ky argument, Meçaj, le ta bëj pyetjen. Faktor duhen të grihen. Kur thua duhet të jenë fuqishëm në opozitë me Berishën, a do ta shfrytëzonin këto parti atë që mund të ndodhte nesër Berishës duke shkuar çështja në gjyq? Absolutisht jo, nuk e shfrytëzojnë dot këta, se thash, u familarizuan kaq shumë sa nëse u ngrit Berisha dhe u rifut politik, goditjet e rifutën politik. Pra pikërisht të procese e mbajtën gjallë. Që nga ndarja nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, që ishte një aksion i Berishës, absolutisht i Berishës, që në atë moment, ajo goditje që u dha e shtuqujtëra nga brenda, ajo e futin politik Berishën. Kush do ishte Berisha pa atë goditje? Askush, se s'kishte me këtë luftonte. E kështë zgjedh Lulin atje, Luli po bënte qefën e vet, do bënin mitinge, do vite do mbante himnin, do mblidheshin gjithë ta përsëri do bënin një të gjë dhe në fund fare, dhe për i të vërtetës duhet thënë që goditja që dha Berisha gjeneroi energji brenda Partisë Demokratike dhe brenda opozitës deri në momentin kur filloi fushata, kur për i të vërtetës Partia Socialiste i ka të mbrojtje. Partia Socialiste ti tani po e shef në teren, se deri dje se shifje vetëm Ramën në blas në mbledhje dhe qeverisë nuk e shifje. Ndërsa kur ka filluar fushata do shohësh që gjithë janë teren. Edhe në plan organizativ dhe në plan demagogjik. Duhet të bëjë një ndryrje tjetër që është shumë e rëndësishme. Përsa i përket asaj çështje që u trajtuat për Partizanin. Çështja e Partizanit ka dy elemente. Së pari, ai ligj i zbatuar vetëm në gjithë Republikën, vetëm për atë pronë. Dhe çështja e Partizanit nuk është kthimi i pronave. Çështja e Partizanit është ajo e cila ndesh me platformën përgjithsisht të gjitha partive politike dhe aq më tepër të Partisë Demokratike që me drejt sa po trajtuat tani që programi i partisë është që sheshe sportive të pakta t'i ruajmë. Çështja Partizanit lidhet me ndryshimin e destinacionit dhe zhdukjen e destinimit. Ky është problemi ligjor që ka çështja Partizani, jo kthimi i pronave. Por tashmë, duke qenë që këtu natyrisht ballafaqohen me amoralitetin e fjalës, sepse në një krah thuhet që ne do të mbrojmë sheshe sportive, në krahun tjetër, rasti më konkret, ballafaqon me një deformim totalisht sheshe sportiv dhe marrjen e tij. Dhe jo vetëm asaj sipërfaqe, se janë marrë sipërfaqe të tjera, pastaj tjera. Kështu që kjo çështje
nuk lidhet thjesht me atë ligj, por thyrret me gjithë procedurën e ndryrjes dhe në mënyrë të posaçme them me ndryshimin e destinacionit. Pastaj ka afera tjera pastaj që janë rrugës. Mirë, do shkojmë pak në publicitet dhe pastaj do flasim prap edhe për pak minuta për drejtësinë, mënyrën se si e përdoren dhe këtu zoti Spajia dua, meqense Meça i tha ju duhet ta shfrytëzoni këtë moment, pra Mund ta them tani? Po, thuaj, vetëm 1 minutë nëse ke, sepse duhet të shkojmë në publicitet. Absolutisht ne kena qenë gjithmonë me një parim. Po. Shumë më mirë do t'ishte për demokracinë, po edhe partitë politike, që të jenë në koalicione pasgjedhore. Po. Koalicionet parazgjedhore absolutisht nuk sjellin ai produkt pozitiv dhe çdo parti konkuron me programin e vet. Po. Nuk mund të pretendojmë, mund t'i sugjerojmë një parti e X për programin. Jo, të lutem, se Meça më kujtoi një frazë të Berishës që thotë mos votoni asnjë nga partitë e dala. Cile dala? Pra e ka për ju, e ka për partinë e Bashës, e ka për partinë Agronshejajt. Ne nuk po themi se kush si e përka e ka fjalën, por nuk ka estetike që një kryetar partie të thonë mos voto partinë tjetër. S'është etik pa e bën, pse ju duhet t'i silleni me etik? Kjo është pyetja. Po them pra nuk ka estetike. Që të thuash ti mos voto partitë e tjera. Ti paraqit programin, paraqit kandidaturat, platformën, pastaj e din shqiptarët se si votojnë. Por nuk është e paligjshme. E dyta, po them etike, nuk thash e paligjshme, nuk përdora ligjin. Gjithsesi do të këtë, më falë, është një interpretim. Nuk është thjesht mos votoni, po ju ka bërë patericat e Tiranës, ju ka etiketuar. Falë, e parë një kjo. E dyta, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar ban 20 vjetë, sa tuk është parti e re. A e ka kryesisht ke partitë e re, pra nuk jo mi kompleksuar partitë e re, po sa shtetike para si parti. Ne opozit kena Edi Ramën, opozit kena Partitë Socialiste. Ne jemi parti 20 vjeqare. E kam të temë më gjerë, më vonë, po pas publicitet do rikthehemi sërish, po me qenë se u hap në këtë pjesë parë. Publicitet dhe rikthehemi. Mirë, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, do të mbetem edhe pak minuta te çështja e drejtësisë dhe do ta shohim raportin që kanë forcat politike me këtë temë, me këtë kartë pra, dhe do ndjekim dy sinkronë, në fakt Ramën dhe Berishën dhe pastaj me dy përfaqësuesit politik në raport me qasjen që ka pikërisht koalicioni Djathtas për Zhvillim dhe koalicioni Euroatlantik me drejtësinë, me SPAK-un, me GKK-n. Po fillimisht Rama si po e përdor Rama në fushat kartën e drejtësisë. Ndjekim sinkronën. Asnjëherë s'ka pasur mundësinë të shohë popullit shqiptar një njeri të veshur me pushtet që të shkojë para një prokurorit pavarur dhe para një gjykatësit pavarur. Këto populli shqiptar po i shes sot, dhe po i shes sot sepse ishte kjo forcë politike, ishte vullneti ynë për të ndarë të shkuar nga ardhmja dhe për të vendosur që drejtësia të shikoj drejt dhe të godas majtas e Djathtas. Kur unë thosha atëhere që ata ishin të tërë të mbyllur në çadër, edhe donin të sabotonin zgjedhjet, donin të merrnin peng Shqipërinë, se nuk donin vetingun, nuk donin reformën drejtësi. Dhe unë thosha, ky është momenti ynë historik për të bërë një reformë dhe për të pasur një drejtësi që të godas majtas e Djathtas. Natyrisht, unë e dija shumë mirë që majtas ishim ne. Kush ishte majtas? Dhe patjetër që sot do ishte tradhti e madhe ndaj jush, tradhti e madhe ndaj popullit, nëse ne nuk do kishim arritur që drejtësia të jepte shëmbujt se nuk do t'ja di je i lidhur me pushtetin, as je i lidhur me pushtetin, nëse ke punë me ligjin do shkosh para ligjit. Ndërkohë Berisha ka një qasje krejt tjetër, nuk e njeh reformën në drejtësi që e quan një reformë sorosiane dhe premton që do ta zhbëj me ndihmën e Komisionit të Venecias për të bërë një reformë të re. E ndjekim dhe qëndrimin e tij. Reforma e George Sorosit ka shumë e lavdruar nga sorosizmi, ishte shkatrimi përfundimtar ose mohimi përfundimtar i drejtës shqiptarëve për të patur një proces ligjor. Ne kemi shpallur dhe shpallim se rikthimi kësaj të drejte, se garantimi i procesit ligjor për shqiptarët
është një nga detyrimet tona më madhore. Ne po bëjmë përgatitje, jemi në kontakt me personalitetet shquara botërore në fushën e drejtës, si qeveri. Do vendosim bashkëpunim të ngushtë me Komisionin e Venecias dhe t'u japim përgjigje në të shpejt të mundshme të kësaj situate asgjësuese të një të drejtë themelore për shqiptarët e drejtë e procesit ligjor. Atëherë, avokat dhe pastaj me zotin Meqa dhe do kalojmë të dy qendrime politike. Kush po e shfrytëzon më mirë këtë kartë të drejtësisë në raport me atë që është dhe vota nesër? Pra, nëse është një kartë që prodhon vota, kush po e shfrytëzon më mirë këtë kartë? Tani dihet perceptimi fatikisht, në kuptimin perceptimi popullor, fatikisht një me spakun. Pra, absolutisht që nuk e di 70% fatikisht e popullsisë mbështet spakun, po themi dhe operimin e spakun në përgjithësi. Unë besoj që janë të dy të pas sinqert, dhe këtë e kam realisht të them troç në lidhje me spakun. Të dy nuk e duan spakun. Të dy janë gati ta çbëjnë spakun. Kjo është pak për e sigurt. Tani Edi Rama duket sikur herë si dashnor dhe më pas po themi kundërshtari më i madh. Pra, mjafton të po themi të shikojmë si ka qenë reagimi pas arrestimit të zotit Veliaj. Ato 2 ditë ka qenë, unë besoj që SPAK nuk ka marrë kurrë në mënyrë absolute i sulm kaq hapur frontal sa në ato 2 ditë. Më pas, gjithçka ndryshon, për thënë që shiko se e kisha vetëm thjesht ishte momentale, më pas e zbut, pastaj gjithmonë sipas momentit. Ndërsa zoti Berisha, qasja e tij ka qenë shumë herë më e qartë në lidhje me SPAK-un. Kundër SPAK-ut. Absolutisht. S'ka ndryshuar as në fushat? Karta, madje ka qenë unë nuk është një autogol që bën në fushat doktori? Kemi këtë emision, është zgjedhje e tij. Okej. Mendon që SPAK është, po themi, një produkt i Sorosit, do duhet të çbëhet dhe kjo do duhet të, po themi, kjo reformë do duhet të ribëhet dhe kjo do duhet bëhet nëse shikoni fatikisht edhe me asistencën e Komisionit Venecias. Pra, ka një qasje krejt tjetër, por ka qenë konsistent në atë që ka thënë që është të kryet herës. Okej. Kjo është Meçaj? Sot kemi vendim gjykatës kushtetuese. Ti edhe sot lutem, ku goditet absolutisht rënd një vendim i SPAK. Një protokoll i SPAK-ut. A do të themi në këtë rast që dy sisteme po ndeshen njëri tjetrin dhe gjykata kushtetuese është anti-SPAK? Jo. Jo. A do të mësohemi që po funksionon sistemi, mund të them, patjetër. A do të mësohemi madje ai vendim duhet përshëndetur gjykata kushtetuese, se do bëj pamet. Duhet përshëndetur sepse është në sinkron me atë që unë, sidomos kohët e fundit, personalisht në çdo dalje që kam bërë, kam bërë qendrim. Ju e dini mjaft mirë që unë vazhdoj të jem mbështetës i SPAK-ut, por natyrisht jam kundër pushteteve të pakontrolluara në një sistem demokratik, sepse çdo sistem i pakontrolluar, çfarëdo niveli që të jetë ai, është shumë i rrezikshëm në demokraci. Okej. Dhe është drejta jonë, në lirinë e fjalës, që të mbajmë qëndrime edhe ndaj protokolleve të cilat ne i gjykojnë, të cilat kapërcejnë dhe cënojnë lirinë njerëzore. Dhe në kuadër, dhe qëndrimi jonë, përsa i përket pikërisht këtyre protokolleve që u vërtetuan tani në gjykatë kushtetuese, nuk do thotë se jemi kundër SPAK-ut, absolutisht jo. Pse e themi gjë të tillë? Do dim që dhe Berisha fillimisht ka qenë pro SPAK-ut, s'ka qenë kundër SPAK-ut. Berisha u shpall kundër SPAK-ut ditën që filloi hetimi ndaj tij. Ditën që filloi hetimi pasuror. Pra ditën kur u pa që SPAK-u po vepronte në zbatim të ligjit, ai u shpall armik. Duhet thënë dhe do të jemi të ndershëm në këtë rast, pavarësisht pozicionit politik, që Rama, përveç pozicioneve që kanë të bëjnë me protokollin që zbaton dhe që për cilat po them dhe unë kam kontestime, edhe kur kam ndjekur dosjen e Veliut, përsëri kam shumë kontestime sepse kam zbërthyer që nuk më rezulton kryerja e asaj vepre penale mua. Gjithsesi, gjykimi do të vazhdojnë procedurën e tij, se tashmë u prodhua një precedent në Shqipëri që po u ngri SPAK-u dhe të vuri në objektiv je i faq. Ti do kryesh gjitha procedurat tani, të pëlqen. Okej.
Të pëlqen do t'i kryesh procedurën, sepse shkallët e gjykimit nuk kanë të drejtë, sidomos gjykimi paraprak, siç po diskutojnë se në gjykimin paraprak janë gjitha, nuk kanë të drejtë të shohin provat. Me qartë. Ai solli smaku quhet e Mbaroj, përfunduar. po, okay. Gjë që ka një gërsh në këtë rast. E në këtë kuadër qëndrimet e tyra nuk janë tashmë në këtë fushat elektorale. Është e konsoliduar qëndrimi i tyre. Nuk është se po i përdorin. Po. Kanë Berisha një vit, Rama po kaq një vit që ka absolutisht një qëndrim. Edhe ndaj Veliet mbajnë një qëndrim. Okej, po tani merr më pesh sepse është fushata. Jo Dhe merr ato më i thonë në takime Jo elektorale. merr më pesh, por në tërësinë e artikulimeve që bëjnë politikanët, pakushtet do të jetë edhe qëndrim ndaj spakut. Po. Tani në këtë kuadër unë vi edhe në një qëndrim që ka partia e Lulzim Bashës. Që? Është absolutisht pakistat. Por unë me thënë drejtën, nuk e shoh fare Bashën në marrëdhënie korrekte në deklarimin që bën. Pse? Sepse unë kam qenë ai i cili kam denoncuar Bashën për vjedhje 40 milion eurove ujësjelsa dhe 1,5 miliard euro në rrugë. Kam qenë unë. Dhe sot e kësaj dite jam i gatshëm të veten SPAK dhe i kam prova që të gjitha që të them ky është ai tuti. Nuk mund të më dal Basha mua i cili prokuroria vërtetoi të gjitha, ja ai vërtetoi 230, unë i vërtetoi 500 milion euro, pa kushte, ja vërtetoi unë tani një sekond. Po çoj ti vërtetoj. Por çfarë do thoni? Duke qenë që u fut në procedura, jo një herë jam jashtë shtetit, jo jam një sëmurd, mori dhe lejen e lindjes të gruas edhe mori dhe vet, nuk u paraqit dhe është një çështje e cila nuk është gjykuar. Dhe çdo person i cili merr përsipër që të mbështet një kauzë, duhet minimalisht në të kauzë të jetë i pastër. Okej, pra nuk të bind Basha me ato që thotë. Absolutisht. Atë të japim drejtën e replikës zoti Hasa pastaj me po. Meqense Meçaj Është fakt me që Meçaj thotë që zoti Basha është i vetmi politikan që ka kërkuar personalisht Kuvendit të Shqipërisë të hiqte imunitetin për rastin e rrugës Durrës Kukës, dhe ky është fakt. Faktin që në kohën që prokuroria hetonte Durrës Kukën. Në kohën kur me Saliun bën një vjedhjen. Ka kërkuar normal që dinte Saliu, ta kërkonte tani. Kështu që këto prallat në procedurë, prokuroria 230 milionë euro e vërtetoi, çështje pa. Dhe historitë me procedura zoti Meçja është fakt. Do të ishte imunitet, ai shkonte prokurori. Prokuroria kërkonte. Po imuniteti nuk jetohen deputetët. Jo. Dhe jo është fakt. Që zoti Basha personalisht ka depozituar një nismë ligjore e cila i heq deputetëve çdo lloj imuniteti. Sepse po mos kishin imunitet deputetët zoti Meçja, po mos kishin imunitet, sot Arben Ahmetaj do të ishte para hekurave dhe nuk do të ishte në Zvicër. Edhe një mos fol për Arben Ahmetaj dhe ngjarjet tani. Po jo më është thjesht Arben Ahmetaj qofse para 10 vjetësh nuk do ishte mbrojtur nga imuniteti, do ishte sot para hekurave dhe ky është fakt. Lulzim Basha nuk është gjykuar. Lulzim Basha e kemi depozituar këtë nismë ligjore. Nuk ka vlerë më të gjitha të tjera depozituar personalisht. Ja ta mbaroj Meçaj, ta mbaroj. Fakti që është depozituar. Dakor, po është replika e tij. Ka lidhje sepse fakti që është kërkuar personalisht heqja e çdo lloj imuniteti të ligjvënësve. Sepse ka fakte, siç është rasti i Ahmetaj që po citoj, që për shkak të imunitetit arriti të iki drejtësisë dhe sot është Zvicër. Ky është fakt. Dashi, neve i qëndrojmë kësaj. Siç është dërguar më parë nga zoti Basha, siç ka qenë dhe një iniciativë për vettingun e politikanëve që e kanë firmosur dhe unë bashkë me tjerët shumë vite më parë, vettingun politik të bëhet, imuniteti i ligjvënësve, imuniteti parlamentar nuk ka nevojë të jetë, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë të trajtohet i barabartë dhe ne vazhdojmë të qëndrojmë asaj, jemi në mbështetje të drejtësisë, sepse ky vend ka nevojë të madhe të japi fund jeni në mbështetje të drejtësisë edhe nëse drejtësia troket në derën e Bashës. Që mos vinë, mos marrin nga ne jemi në mbështetje të drejtësisë pa ekuivok. Edhe nëse troket në derën e Bashës. Të gjithkujt më. I dashur, i dam fal. Mbështetja nuk janë në raste kur mra mua le. Rregull, dakord. Së pari njëherë, është një çështje e cila prokuroria e ka vërtetuar që është vjedhje. Po nuk është certifikim fajësie. Lutem. E ka vërtetuar që ka çuar akuzë. Jemi korrekt apo? Prokuroria këtë punë bën. Po, okay, dakor. Është gjë me punën e saj ka mbaruar punën e saj. Një minutë tani mos. Prokuroria nuk jep gjykim. Patjetër, po. Por vërteton
me prova, me fakte që kemi... Akuzën e saj. Akuzën. Po. Se kur thot, shpi akuzën, do thot dhe ka vërtetuar për të. Patjetër, po. Nuk është indicia, indicia është fazën e Pa parë. ka pushuar më çështjet. Dhe çfarë ka ndodhur? Çështja është pushuar për procedurë. Si do, kush? Për procedurë. Fakti që është pushuar, një person që është vërtetuar vjedhja, në momentin kur del merr përsipër pastaj ai që të mbrojë gjykatën, minimalisht thashtë, Po? do të dalë nga i kazan. Dhe çfarë do të bëj Basha sipas do të kërkojë ndjes? Jo, ti drejtohet organeve drejtësisë dhe thot përderisa kjo çështje është pushuar për procedurë, të rihapet. E kuptova. Të rihapet. E qartë. Zoti Sepse është një zezë ajo, e mbuluar me procedurë. Dhe tani po më kërkon një politikan shqiptar, jo, me ju e kam, po më kërkon një politikan më katolik se papa. Po nuk e, si do vej Basha aty tani rihapen edhe një herë. Personi penalizuar për 1 miliard dhe gjysmë euro për katolicizëm. Kuptimin e nuk ka e ka bërë përsëri të një se ka çuar kërkesë për hiqje imunitetit parlamentar. Këtë Çfarë mund të bëjmë më tepër se kaq politikë? Po ai bën fushatën. Po, ai bën fushatën dhe ne i themi minimalisht do të jesh i ndershëm. Ka që i them unë. Okej. Spaja, ju personal dhe si koalicion, që mendim keni për reformën? Rast unikal që me 140 vota, me votat e plota të Kuvendit Shqipërisë, është miratu reforma në drejtësi. Pra e mbështetur totalisht. Kjo, por edhe diktuar nga ndërkombëtarët. Jo, ta themi këtë, sidomos. E diktuar, po. Nga sovjetistët. Reformën në drejtësi, por ne ku folim për reformën në drejtësi, nën kuptoj vetëm SPAK-u. SPAK-u ka një përqindje shumë e vogël e gjithë sistemit të drejtësisë. A ka nevojë sistemi i drejtësisë përmirësohet shumë? Po. Sepse janë mbi 100.000 dosi që presin me vite, po ndrojnë jetë, njerëzit edhe nuk marrin akoma vendimin. Po. Për sa i përket SPAK-ut, lëvizja për zhvillim kombëtar, por edhe koalicioni djathtë as e kemi mbështetur, hapur dhe me plot bindje SPAK-u. Kush janë kundër SPAK-ut? Janë të dy kryetarët e partive kryesore. Berisha është i deklaruar i hapur që ne do ta zhbëjmë SPAK-un. Dhe Rama ka një qasje tjetër, duke ditur se SPAK-u, dhe në përgjithësi, po themi edhe sonte, drejtësia, ka mbështetjen më të madhe të shqiptarëve dhe të ndërkombëtarëve. Duke ditur Rama këtë, edhe mundohet që ta përvetsojë që ideatori dhe mbajtja që e bën në kam drejtësin është Edi Rama. Po ju e bëni një gjë të tillë, pra kërkoni vota në emër të SPAK-ut? Në kuptimin, jo në emër të SPAK-ut, por në emër të mbështetjes që keni për SPAK-un? Se këtu në gjë që të merresh me politikë do ta pyesish veten mirë. As Dashej, as unë, as Beja, as gjithë kandidatët, ne nuk shkojmë deri SPAK-ut, as kena përshkuar ndonjëherë. Kjo është karta morale e jona që dalim para shqiptarëve dhe themi që SPAK-u të vazhdojë detyrën e tij, që shkon në SPAK, nuk do të thotë që nuk do dënohesh apo nuk do të dënohesh. Pse nisa me zotin Berisha? Sa është padia është bën nga Partia Socialiste. Kryeministri nuk ma përgjegjësi individuale. Nuk del vendimi i kryeministrit. Vendimet e Këshillit të Ministrave dalin. Pra ne po them që do dali pa fashëm. Ky është opinioni juaj. Edhe kjo nuk është sepse po shkojnë në derën e SPAK-ut do dënohet, as pak jo. Absolutisht jo. Prandaj ne vazhdojmë ta mbështesim SPAK-un, por kërkojmë me domosdoshmëri që të reformohet, përmirësohet puna për pjesën e tjetër për të SPAK-un. A ka gabime? Për çështjen e tjera, janë shkrirë gjykatat, janë shkrirë prokurorit, do të gjithë shqiptarit janë mbledhur në Tiranë. Pra ka nevojë për përmirësim, por absolutisht me e zhba punën e tyre. Shqyqyr që erdhi dita që dikush këtë frikë. Politikani dy frikë, ose në përgjithësi njeriu, dy frikë ka. O frikën e ndërgjegjes Allahut, ose frikën e ligjit. Mirë ky vend ku bjen dorë në politikanëve që s'kan frikë as Zotit, as ligjit. Dhe shqyqyr që erdhi dita që njerëzit që abuzojnë me ligjin, me fondet, me paret, me gjithçka, të paraqiten atje ku a vendi. Okej, po këtu e kisha sensin e pyetjes, po me këtë retorik ju dinit e publiku dhe thoni që PS ose liderët e PS dhe PD-s kanë probleme me korrupsionin, e bëni këtë gjë? Se duket sikur jeni vetëm te kopshti juaj. Ju kam parë, po them për me datën 11 maj janë 11 konkurrent, janë finish. Në start për të shkuar drejt finishit. Dhe normalisht nuk është se ai që është kampion do të jetë 20 metra përpara. Po them në aspektin sportiv atletik.
Pra, Edi Rama, si kryetar i pushtetit dhe i krejtështetit shqiptar, thot mund të takon që t'jem 50 metra për para, sepse kam gjithë këtë pushtetun. Kryetari opozitës i dyti thot, po, unë do t'jem 30 metra për para. Jo, jena me një start, s'ka kampion, nën kampion. Jena në start të barabartë për shku të 11 maj, se cili me kushtet të barabarta. A jemi kushtet barabarta? As pak. Kjo është ajo që ne kena dalë në vete, pikrisht, sepse demokracia ka pësu një regres që është zakonshëm nga viti 92 e ku ka rasot. Ore të rritë nuk e kuptojtë se qatë do të thotë të humbish demokracinë, të humbish lirin. Kështu që e ka. Ambientohen. Gjaja me pra procesi demokratik ka degradu Shqipëri. Pra shumë më mirë kena qenë para 10 viteve. Përbërja parlamentit ka qenë shumë acilësore. Ne kundërshtare kemi patur Partinë Socialiste, po kishte profesora, doktora, jo bandita, kriminele, hajduta, përdhunus, trafikanta e kretë. Erdhi momenti që në qarkun e Lezhës nuk s'ka funksionu parlamenti me 139 deputet në herë, sepse u e zaru gjithë lista që ishin me penalitete. Ja, për këte kërkojmë ne. Pra kjo në ndanë me 2 partitë kryesore, që ma shumë sa asgjë tjetër është demokracia. Listat e hapra, qa është kjo? Qa kërkesë minimale është? Tjenë gjithë në statë të barabartë. Pra brenda partisë nuk ruhet. Pra një pjesë jenë privilegjuar dhe jenë listën e mbyllur, një pjesë jenë listën e hapur që të punën këtë listën hapur për medalë ato të mbuluarit. Avokat. Ka filluar në kuptimi figurativ. Ka filluar pushimet. Do të punojnë tjerë. Pra këto jenë ato që ne në ndajnë. Avokat, për ta mbyllur çështjen e drejtësisë dhe do kalojmë tek aspektet politike të fushatës. Si shikoni retorikat e partive të reja për një reagim, të lutem. Deputeti aktual, Agalliu, që është edhe kandidat në emër të djathës në Vlorë, çka ka ndodhur? Djathas për zhvillim, dërgon një mesazh. Sa po më erdhi një mesazh thot nga Italia, që një miku i tij ka hapur zarfin dhe nuk ka gjetër fletën e votimit. A mund tjetë, ka raste, kemi dëgjuar nga këto. Pra, edhe nuk e di tani pse mund ndodhi kjo. Nuk mund ta përgjithsojmë sa jo. Jam dakord, por ama është një fakt. Që qytetari ngjelet pa votuar. Po, patjetër. Unë kam ato rezervat e mia për procesin. Ka shkuar busta, zarfi, ka pasur 2 fletë votime brenda. Po mirë, po kjo... Por kjo nuk e paragjykon që është për me qëllim nga... Por raste tilla po, patjetër. Por edhe këto, pra duhet shiku, pra kujdesi. Prandaj ne kemi pas propozuar me sistem totalisht ndryshe për votimin e diasporës. Edhe unë jam shumë radikal jam kundër këtij sistemi, se nuk mund t'i japësh kaq komoditete qoftë edhe një emigranti, ta lësh 2-3 ditë aty me votën familjare, t'i japësh, t'i paguash edhe 40 euro nga taksat tona që ai të votojnë nga shtëpia, ndërkohë që ka me mira pensionistë në këtë vend që detyrohen në mes të vapës shkojnë votojnë te kutitë e votimit. Kjo është e pandershme, po siç ndodh në Shqipëri, jo ligjshmëria ka përcehet shpeshherë. Po kthehemi e kemi pranuar fatkeqësisht. Po ata pensionistë që na ndjekin e kuptojnë, që sepse edhe ata do ishin komod vinte ai postierit e shtëpia dhe të votonte aty, apo jo, Asta. Edhe unë ashtu ta doja. Aty në shtëpi në vinte postieri dhe votoja edhe unë. Kështu që kjo është e pa drejtë komplet. Me gjithë respektin për emigrantët. Ka që kemi të vërtet, ka në Shqipëri, ndoshta jo po aq sa u regjistrua nga diaspora, po sa gjysmat e tyre njerëz në pamundësi për të vajtur për të votuar. Pikërisht pra, edhe nuk u shkon posta. Po pra, si herë e parë që nuk janë adresuar kurrë. Asnjëherë nuk është adresuar. Atëherë për ta mbyllur, si e lexon retorikën e partive të reja ose të treta, le t'i themi, në raport me reformën drejtësisë? Një parti të reja mendojnë që me këtë lloj retorike, po them ose qasë që kanë ndaj Spakut, mendojnë që mund të marrin vota. Po them mund të marrin vota. Dhe me thënë të drejtë nuk është... Se kanë keq jo. Nuk është shikojt gabuar. Pastaj, se sa kjo do jetë produktive, do i kthehet në vota, kjo është një problem tjetër, sepse normalisht nuk është se janë ke 1-2 parti, janë pothuajse të gjitha partitë e reja. Pra, ose mirë themi, nuk mund ta quaj partitë e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, po themi koalicionin që është. Ose koalicionin, po themi, që ja kanë këtë lloj. Le të themi janë 11 subjekte, po. Puna është që vetë Spaku fatikisht është në provë, në thojza, për të pasur identitetin e vetë dhe autonominë e vetë. Gjithë kjo luftë që u bë gjoja për reformën drejtësisë u bë pikërisht që të kishim një institucion të tillë të pavarur, minimalisht nga politika. Pra që mos kishim ato prokurinë e përgjithshme, se shiko, ligjet deri diku kanë qenë pak a shumë aty ishin, nuk është se ka pasur një problem. Askush nuk e pengonte prokurinë e rrethit, po themi Tiranë apo diku tjetër që të hetonte një ministër për shkak. Problemi ishte i sistemit. Pra në rasti konkret kemi një institucion të specializuar që e kemi pranuar të gjithë, niveli më i lartë i hetimeve që bëhet në këtë vend,
por edhe me asistencën, po themi, dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, që është një sistem që po tregon fatikisht që është i pavarur, për mendimin tim. Tani, nëse sa herë që troket tek njëra palë tek tjetra, po më pas jepet alarmi që shiko, po shkon shumë majtas, po merr shumë djathtas, madje vetë zoti Rama që ju mendoni dhe thoni që e ka si retorik, po themi, e merr Spakun si kartën e tij. Shpata thot, shpata që ja dham zonjës. Shpatën e ka si kalë beti e tjera. Duhet kemi parasysh që ka thënë publikisht, i bëjmë thirrje Spakut që duhet shikoj djathtas, nuk duhet e tjera. Pra, nëse ti bën këto thirrje, nuk ka lidhje fare majtës djathtas. Kush ka shkelur ligjin, kush është i korruptuar, mund të ketë 30 nga njëra anë dhe 1-2 nga ana tjetër, ose fare, nuk ka lidhje fare kjo. Pastaj, duke qenë në qeveri, ata janë fatikisht që i kanë zhytur duart, normalisht, nuk është se është opozita. Opozita ka 12 vjet, avash, shpresoj më shkojë 16, që është opozit. Qa do marrë opozit, qa do i kërkosh tyre, qa po vjedhin ta? Më kupton, merrni, shikoni dhe djathtas, qa do shikoni? Pastaj themi u hongën, isha ato frutat, dardhat. Me që ta mbyllim 1 minutë çështja e drejtësisë. Kumblla, boll, qa ishin? Atëre, me të drejtë u trajtuaj që njerëzit ballafaqohen me Zotin. Po, tha zoti Spahia dhe me ligj. 30 vjet vërtetuan që në Shqipëri nuk kemi parë njeri që të ballafaqohet me Zotin. Edhe me ligjin thotë, okay. Ndërgjegje, morali. Nuk kemi parë një gjë të tillë. Sepse sistemi është ndërtuar i tillë që të gjithë të amoralshmit të vinë qeverisje. Po. Ne që pretendojmë që jemi të moralshëm, dalim për studio, bëjmë moralitetin për të mbushur mendin qytetarit që të gjithë jemi edhe ata që janë qeverisje të moralshëm. U vërtetua që gjithë kjo shkallë kaq e madhe korrupsioni në të gjitha instancat nuk kemi të bëjmë me njerëz. Dhe përgjithsisht bota nuk ecë me parimin e ndërgjegjes, po ecë me parimin e zbatimit të ligjit. Ligji. Dhe në qoftë se ne flasim për Spakun, e reja që ka sjellë Spaku është që i tha të gjithë atyre që marrin pushtetin jo ne, se ne s'ka që të bëjmë ne, që zotërinj ka ligj. Dhe ligji nuk ka kohë. Pse e them tani dy gjëra? Së pari, nëse do themi që Spaku ndërtua për të dhënë perceptimin e ligjit dhe për këtë ne mbështesim, është e papranueshme inteligjencën qytetarit që ti thuash akuzën ndaj Berishës se bëri Partia Socialiste dhe Berisha do fitoj pafajësinë. Nuk funksionojnë të dyja këto bashkë. Sepse unë di që gjitha akuzat që janë bërë sot, gati gjitha që janë bërë për funksionarët të Partisë Socialiste që sot i kenë në burg, ikë bërë opozita dhe kjo nuk do thotë që është bërë akuzë politike. Parimi jonë, kur dalim do t'jetë çdo shkelës ligji dhe e dyta, që është përsi për rëndësishme, vjedhja nuk ka kohë. Sepse sot, unë vazhdoj të insistoj, njerëz të amoralshëm, njerëz hajdut, klasik, në historinë e qeverisjes në çdo kohë të tyre, më dalin sot në kuadër të prezumimit të kohës. Sa po tha tani, si mund të thua që opozita nuk ka vjedh? Po ka vjedhur, zotni. Dhe pra atë që ka vjedhur nuk po ndeshkohet edhe sot e kësaj dite. Ndërkohë kur provat janë. Dhe tani themi, jo, duhet godas vetëm të ata që vjedhin tani, jo, zotri. Sepse ai që vodhi dje, që kur vodhi një herë është i gatshëm të vjedh 100 herë, ai sot më vjen i pastër. Dhe kjo nuk është e pranueshme. Prandaja, Spakut ne do t'i bëjmë vetëm një thirrje. Po t'i lëmë këta të vjedhit të gjë. Të gjithë, Spakut do t'i bëjmë një thirrje. Kudo ku përpara ti del shkelja e ligjit, ma e shpatës të jetë absolutisht pa indoktrinuar nga e majta, e djathta, e tanishmja, e djeshme, po e sotmja. Mirë. Me i rrezikshëm sot në Shqipëri, për mua është ai i cili më vjen i kamufluar mua. Se sa i që del përpara. Sa ti që ka përpara, e ka përpara, mos u bëj merak. E kam përpara. Ai bashpine, ky i kamufluari, të më flet mua për drejtsinë, ndërkohë kur është i zhytur kokë këm në vjedhje. Shkoj publicitet dhe rikthehemi për të folur për partitë e reja dhe sfida që partitë e reja kanë me binomin PSPD që me sa duket do tentoj sërish ta ruaj këtë binom bipolar edhe pas 11 majit. Pas pak.